më shoj mendimin tim që një nga seancat më të rëndësishme është seanca për diskutimin mbi çështjet e zgjedhësve tanë, mbi çështjet e zonave tona zgjedhore, diskutime të cilat duhet të realizohen në çdo kohë dhe në çdo moment, pavarësisht nëse kuvendi është në fillim, në mes apo në fund të tij, pavarësisht se nëse jemi përpara procesit të miratimit të listave për zgjedhjet e ardhshme ose pas. Në këtë sot, unë dua të jap atë panoramë të trisht dhe të zbet, një realitet që nga dita në ditë është edhe akoma më i zymt realiteti i investimeve, i furnizimeve me energji elektrike dhe me ujë në njësitë administrative të Bashkisë Vlorë. Takimet me banorë të këtyre njësive në këtë periudhë dhe jo vetëm janë një skaner i vërtet se si operon pushteti vendore që qëndron në këto zona. Ato janë tërësisht, pra këto njësi, fshatrat e tyre, janë tërësisht jashtë çdo vëmendje institucionale. Dhe kjo na bën të pohojmë me zë të fortë që po, reforma territoriale administrative e vitit 2014-2015 është reforma që ka persekutuar për më shumë se një dekadë këto zona, sepse Bashkia Vlorë dhe Bashkia Selenic i ka anashkaluar totalisht në investime dhe shërbime. Është e trisht që ende në vitin 2025 në këto njësi në pothuajse çdo fshat përbërës të tyre, në Orikum, Radhim, Bestrov, Babice Madhe, Babice Vogël, Oshtim, Kanin, Kërkov, Nart, Sherisht, Panajat, Gjuerin, Zvërnec, Novosel, Aliban, Bishan, Mifol, Poro, Dëllënj, Delisuf, Trevlazër, Serkovin, Skrofotin, Fitore, Akërni, Shushic, Bunavi, Beshish, Grabian, Drithas, Mekat, Lakatun, Qeprat, Risili, ende mungon ujë i pishëm. Pra jemi në vitin 2025 dhe nuk ka furnizim me ujë të pishëm. Kemi ujësielsa të amortizuar dhe të dalë jashtë funksionit, ku 10 banorë të këtyre njësive ende e sigurojnë ujin e pishëm me burime dytësore apo e marrin atë nga ato linja të teje të amortizuara një herë në 2 ditë apo një orë në 24 orë. Infrastruktura vazhdon të jetë në lëngat bashkëngjitur shërbimeve të tjera urbane, për cilat as që bëhet fjalë. Banorët e nderuar të këtyre zonave, që janë dhe njerëz shumë punëtor, i përgjigjen nevojave të komunitetit me burime të tyre private, sepse shërbimet bashkiake praktikisht aty kanë qenë dhe janë zero. Orikumi, Radhima, si zona ku edhe përqendrimi turistik është më i madh gjatë muajve të verës, por edhe fshatrat të tjerë ende vuajnë mungesën e energjisë elektrike në momente të caktuara, ku shkëputjet janë të përsëritura për orë të tëra. Këtu më mirë se sa bukur mund të shkojnë ato vargjet e famshme të Nolit, anës dritës i papar, anës detit i palare, të tjera, por nuk vazhdoj se nuk kam dalë këtu për të recituar. Por, për të sjellë në vëmendje problemet e këtyre banorëve, të cilat janë të gjitha të zymta dhe janë shumë të larmishme. Për shembull, banorët e Novoselës në takime që unë kam patur së fundi shprehen se një problem tjetër madhor për ta mbetet mosdhënia e titujve të pronësisë për tokat e tyre, ku shumicën e rasteve një pjesë e madhe e tyre përndiqen ose trysnohen edhe për shkak të bindjeve të tyre politike. Bujqësia si sektori bazë i ekonomisë së njësive administrative, sidomos fshatrat e njësisë administrative Novosel, Aliban, Bishan, Mifol, Poro, Dëllënj, Delisuf, Trevlazër, Cerkovin, Skrofotin, Fitore, Akërni, nuk kanë njohur asnjë mbështetje në këto vite për persona që nuk janë të angazhuar politikisht me Partinë Socialiste. Mungesa e ujit të pishëm në gjitha fshatrat e njësisë administrative Novosel, mos pastrimi i kanaleve kulluse, mungesa e kanaleve vadice, subvencioni selektiv, mungesa e rrugëve dytësore që lidhin parcelat bujqësore, amortizimi i rrjetit të ujësielësit, çmimi i lartë i naftës për fermerët, taksat e larta kanë bërë që të goditet ekonomia bazë e çdo familje të këtyre zonave, ekonomia e çdo fermeri, të cilat janë të lidhur pasgjithshmërisht me bujqësinë dhe e blegtorinë. Disa banorë të fshatit Akërni kanë ngritur shqetësimin se 50 familje në afërsi të zonës ku po ndërtohet aeroporti kanë mungesë të energjisë elektrike dhe furnizimit me ujë, problem ky që vazhdon prej shumë vitesh. Ata shprehen se asnjë institucion nuk u jep zgjidhje edhe pse kërkesat e tyre i kanë përcjell zyrtarisht pranë këtyre institucioneve qysh prej muajit tetor. Edhe banorët e Panajas theksojnë se për dekada çështja e ujit të pishëm dhe furnizimit me ujë ka qenë problem parsor i gjithë zonës, ku banorët e sigurojnë furnizimin me ujë me puse ose shumë herë duke e bler atë duke sjellë me bote.
Banor të Kaninës, babicës së madhe dhe të vogël, ende nuk kanë marrë dëmshpërblimet përkatëse nga kalimi i bypassit në tokat e banorëve të këtyre zonave. Meqense sot ju kishit edhe u fol për paketën e maleve, unë dua të përcjell një denoncim që është denoncim permanent tash sa vjet që sjell një qytetar fisnik, punëtor dhe kurajoz i Vlorës për grabitjen e pronës të fisit dhe të pinjollëve të Andon Mëillit, kullotën e Llogaras, e kthyer nga Agjencia e Pronave me vendimin numër kadastral 28-6081 në fshatin Palas dhe me vendim hipotekor 376 të datës 28/8/2007, ju nuk ja lini pronarit, por ja keni marrë me VKM dhe ja u jepni oligarkëve të kryeministrit apo kusarve, siç i quan pronari Pascal Nesturi, është një vlonjat trimi i mençur dhe kurajoz. Më duket është dhe kushëri i largët me kryeministrin tuaj dhe ai e jep atë përcaktimin më të mirë të liderit global. Në këto njësi që unë përmenda, ka shkolla nënvjeçare dhe gjimnaze të mbyllura në pothuajse të gjitha këto njësi, dhe ndërsa në ato pak që kanë rezistuar të jenë hapur e zhvillojnë mësimin në klasa kolektive. Ne do të ndërtojmë si Parti Demokratike dhe përpilojmë një program të veçantë në rakordim dhe me programin qendror të Partisë Demokratike për të gjitha njësitë administrative të bashkive të qarkut të Vlorës, ku çdo problematik do jetë në fokus. Lajmi më i fundit nga Vlora, dje banorët e fshatrave të lumit të Vlorës, të fshatrave Rotull Kuçit, përsëri janë ngritur në protestë për ujin, kanë larguar mjetet e firmës e cila do të grabisi ujin e lumit Shushit, do të marri ujin nga buronjat e Kuçit për t'ja u përcjell oligarkëve tuaj në Dhërmi dhe në Palas. Të njëjtën gjë që doni të bëni dhe në Tragjase MG. Ne si PD dhe unë personalisht si deputet i Vlorës jemi në mbrojtje të së drejtës të këtyre banorëve për ruajtjen e ujit, mbështetur në